Një vajzë 3 vjeçare u zhduk, por dëgjoni se çfarë ndodhi pas 43 vitesh. Dëgjoni me kujdes, është një ngjarje e freskët, ka ndodhur në vitin 2025, pas një denoncimi që u bë për një grua të çuditshme. Në fakt unë kam parë dhe videon kur e arrestuan dhe ajo nuk bëri asnjë fjalë. Madje gjatë procesit, pra ajo kur e dënuan, sepse dënuan 1 vit e gjysmë, ajo nuk e ngriti kokën që as ta shikonte vajzën më në fytyrë. Kur ishte vajza e vogël, ishte 3 vjeçe, ajo bashkëjetonte me burrin e saj. Një njeri i mirë, ai punonte dhe çdo gjë kishin të përbashkët. Por erdhi një moment që gruaja sikur u çmend. Nuk dihesh se pse, sepse ndoshta kishte njohur dikë. Në fakt, ajo i kishte thënë të shoqit që do shkonte në një punë tjetër që ishte në një qytet fqinj. Dhe për të bërë këtë ajo kishte të detyruar që të merrte edhe vajzën ta mbante me vete. Mirë po, nga momenti që ajo iku, ishte viti 1983, u zhduk. Dhe nga momenti që u zhduk, nuk u gjend më. Sepse duhet të dini që në Amerikë mund të zhdukesh sa herë të duash, të bësh dokumenta dhe të jesh dikush tjetër. Pra, është një vend liberal. Pra, gjen dokumenta, bën një palë dokumenta falso dhe jeton me një falso nome. Derisa, me fjalë falso emër, derisa pastaj mos të zbulojnë. Tani çfarë kishte ndodhur? E kërkuan për vite me radhë. Ishte hapur një çështje sepse i shoqi bëri një denoncim. Mirë po, nuk gjetën asgjë, sepse s'kishin ku ta kapnin. Dhe dëgjoni se çfarë ndodhi, sepse pas disa kohësh, pikërisht në vitin 2025 u bë një denoncim. Dhe denoncimi u bë për një grua, sepse kjo grua ishte sillej vërtet çuditshëm dhe me të bijën e saj. E bija kishte filluar që të bënte menaxhere në një hoteli. Çfarë kishte ndodhur? Ajo në atë kohë, pasi arrestuan, tregoi të vërtetën që në atë kohë, kur në vitin 1983, kur e bija e saj ishte 3 vjeçe, kishte njohur dikë, njëri tjetër, një burr tjetër që ishte, le të themi, i një sekti, bënte pjesë një sekti. Dhe kështu që me kalimin e kohës ndejti tek ai për një kohë të gjatë. Por ai abuzoi me vajzën e saj. Madje e rrihte këtë grua dhe si përfundim e bëri me fjalë zemrën gur, kjo më në fund, dhe e la. Dhe filluan jetën nga e para, së bashku me vajzën, pas disa vite, 8 apo 9 viteve, filluan prapë nga e para, por nuk i tregonte asnjëherë se çfarë kishte ndodhur të bijës. Dhe e zbuluan vetëm me anë të ADN-s, që babai i saj, pra ai biologjik, ishte vite që e kërkonte. Çfarë do të bënit ju në një rast të tillë, nëse do të zbulonit që pas 43 viteve të gjeni një fëmijën tuaj? Çfarë do të thoshit? Sepse kanë kaluar 46 vjet që kur lindi vajza. Pra për ju, si do të ishte ky lajm?